Shqiptarja Mira Murati, ish drejtuese i OpenAI, ka tërhequr vëmendjen e botës së teknologjisë pas suksesit të start-upit të saj në fushën e inteligjencës artificiale, e cili vetëm 6 muaj pas krijimit ka siguruar një nga investimet fillestare më të mëdha në historinë e Silicon Valley me $2 miliardë, duke çuar vlerësimin e kompanisë në 10 miliardë. Ish drejtuese e teknologjisë e OpenAI, Mira Murati, ka siguruar $2 miliardë për start-upin e saj në fushën e inteligjencës artificiale përmes një marrëveshje që vlerëson kompaninë e krijuar vetëm 6 muaj më parë dhe të mbajtur larg syrit publikut me $10 miliardë. Marrëveshja e mbyllur së fundmi, sipas disa personave të njohur në transaksionin, përfaqëson një nga raundet më të mëdha të financimit fillestar seed në historinë e Silicon Valley. Thinking Machines, me bazë në San Francisco, nuk ka zbuluar ende se çfarë po zhvillon, duke u mbështetur në emrin e reputacionin e Muratit për të rrequr investimet sipas burimeve të afërt të financimit. Muratit, 36 vjeçare, që u martua së fundi, u largua nga OpenAI në shtator pasi kishte drejtuar zhvillimin e produkteve si ChatGPT, gjeneratorin e imazheve DALL-E dhe modalitetin zanor. Më parë ishte menaxhere në produktet tekst Tesla. Megjithatë, informacioni për çfarë po zhvillon kompania mbetet minimal. Mungesa e një produkti konkret nuk ka penguar gjithashtu investitorët ta mbështesin bashkëthemeluesin tjetër të OAI, Ilya Sutskever, i cili në prim kumuloi $2 miliardë për startupin e tij Save Super Intelligent me një vlerësim 32 miliardë. Qeveria shqiptare ka hyrë një kontribut modest për startupin sipërmarrës të Mira Muratit. Në fillim të muajit qershor, qeveria ndryshoi buxhetin për të mundësuar alokimin e një fondi për $10 milion pranë Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.